për vendin, në një moment kritik për opozitarizmin, opozitën dhe opozitarizmin. Ju jeni dishmitar se ngrehina e narkoshtetit e qelbur nga koka kundërmon sot më shumë se kur në Shqipëri dhe në botë. Zëvendësja më besnike e Edi Ramës në 25 vit të fundit, Lubi Balluku, merret e pandehur për një të mitën e vjedhjeve dhe shpërdorimeve të saj. Një të mitën. Dhe marrja e saj e pandehur ishte një akt kalvari i vërtet, do të themi atë që është, për atë prokuror që guxoi të firmos thirrjen e saj. Ai prokuror që guxoi të firmos thirrjen e një personi që bashkë me Edi Ramën kanë zhdukur miliarda në tendra në këtë vend, a ju përball me kërcënime vrasësish, me kërcënimet indirekt të bosit të tij, Troplinit në krye të skapit, por dhe me kërcënimet direkt të kryeministrit, nëpërmjet telefonit të faqes Zimanes, Ulu Zimanes. Shikoni se ku jemi. Cili je ti, i thot Ramaduro, prokurorit që guxon të prekësh pasaportën e zëvendës kryeministes së Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Dhe kur merr ca mesazhe Ramaduro e qep gojnë, sepse ishte vetë personazh që duhet të hiqej pasaporta. Por, pavarësisht nga kjo situatë, ai zgjedh të mbrojë me çdo kusht veprimtarinë e tij kriminale. Përdor të gjitha mjetet e propagandës kundër opozitës dhe jo vetëm propagandës dhe mbrojtjen e krimeve të tij. Nuk e di nëse e ndoqët seancën publike të gjykatës kushtetuese. Unë ju them ju që një nga protestat më të shkëlqyera dhe më të rëndësishme që ka bërë Partia Demokratike Dega e Tiranës, po dhe tjerë kanë ardhur nga Shqipëria, është protesta për arrestimin e Erion Velis. Po, një kryetar bashkie që ka firmos mbi një incinerator 130 milion euro dhe që si gjinet Nami Asnishani. Dhe e dini ju, pse nuk është hetuar për te. Tani do të themi
s'do të bëj avokatin e askujt, por nuk është hetuar për të sepse është Edi Rama mbi firmën e tij. Kjo është e vërteta që ta dini. Është Edi Rama, ndaj dhe ai që e ka pas atë dosje që ne kemi sulmuar me 100 herë, që ti i tillë, ti i atilli që se hetove se more, ai kemi realist për të marrë, o do të mirë të dy, o do ishte i pa drejt dhe i pa ndershëm. Të dy nuk i mirë të do. Ramen e pacë është nodhi. Për Belindën dhe i mbin bandat të Katarant. Por një gjë i tha publikut sot Erion Veliaj. Çfarë i tha? Kaq vite më parë, në X qytet të Kolumbis, Farku rrëmbeu kryetarin e bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedurat ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat. Ne e kemi mbështetur dhe mbështesim arrestimin e dënimin e tij etj. Po prap duhet jemi të drejtë. Duhet jemi të drejtë. Vazhdojmë pak. Pse kjo ngjashmëri me Farkun? Gjykatësi thot, fakti që më jam këtu dhe më thirrt është shembull i ligjit. Më njoh një të drejtë ligjore. Por në Këshillin Bashkiak bën 9 vendime brenda ditës. U bën 9 vendime brenda ditës. Imagjinoni, se si të lanin duart me mua dhe ju lumt këshilltarëve tanë që ndonë se kishin një armik përballë, por në çdo rast të drejtat e njeriut janë më thelbësore. Kërkuan me insistim që ai të ndigjohet në sallën e Këshillit. Kërkuan kërkesë të veçantë që ai të sillej të ndigjohej. Jo, tha. Nuk munda. Një lloj pse i solla këto dy shembuj. Jo, as pak se ai është as i penduar, as i pafajshëm. Jo. Por prap, në një vend demokratik, procedura është themelore, është përcaktuese për të drejtat e njeriut, për shtetin ligjor, për të gjitha. Pra, i solla më shumë këtu për të patur të qartë çdo shqiptar se në çfarë regjimi është i instaluar këtu. Ju them këtu, se ne që kemi memorien e kohës shkur, nuk kanë asnjë dallim përveç kësaj seance publike, kjo po. Kjo le që këte publike e bënin vetë ata, harrovës, ata e bënin gjyq popullor, po. Nuk kanë asnjë dallim veprime të tjera nga qëndrimi që mante Enver Hoxha ndaj armiqve të tij. Identik. Po ama nuk kanë as i dallim dhe armiqt, se dhe ata ishin me Katar,
si ishin kur të pafajshëm, po kishin kryer krime kundër shqiptarëve, dhe edhe këta janë me Katar. Edhe këta kanë vjedh dhe vetëm vjedh. Po ngjashmëria, krimi i ngjashmërisë është dëshmi flagrante e narkoshtetit, e narkodiktaturës. Unë ndala këtu për të theksuar se ky dimension represiv i shkallës së paimagjinueshme ndaj atyre që Rama i konsideron të rrezikshëm ose ndaj atyre që s'vazhdon dot t'i mbroj, kurse këte ka heq vetë velin. Duan pa diskutim, e konsideron të ju dihet ato se ju jeni dëshmitar. Ky shkoi në Shtetet Bashkuara dhe bëri fotografi me Kamala Harrisi. Po, publiku duhet ta di këtë. Rama shkoi dhe s'bëri dot fotografi. Kjo është e vërteta. Shkoi dhe nuk bëri dot fotografi. Pse tek nuk e di. Por aty filloi shizme e madhe. Për të vjedh, asnjë nga vjedhjet që ka bërë me Rama nuk ju faturuar Erion Velis. Asnjë. Erion Velia i din Rams. Të gjithë vjedhjen që bën në urbanistik e di Rama. Po. Hoteli, 20 katësh, gjerë tani 70 milion euro. I Randy Malls, është hoteli i familjes Rama. Randy Mall është djali i Tezës. Vajzë Tezës Linda Rams. Po. Dhe prandaj Randy Mall del nga burgu. E nxjerrin. Këte se lanë me shku në mbledhje. Në mbledhje të Këshillit kur e shkarkojnë, kurse Randy Mallën me hotel 20 katëshe, e nxjerrin, e çojnë në shtëpi, se është djali teta Olgës. Po, që në fakt, aksionet janë përbashkëta, e thanë që në fillim, që janë torësit, nuk qenë kanë torë, qenë kanë direkt atyre. Por, historitë e tyre nuk kanë fund.